Të tjera detaje janë zbardhur lidhur me ngjarjen tragjike të ndodhur në Orikum. Llogora Xhebro dhe Sose Bozhani ishin ndarë prej 2 muajsh, por sot 52 vjeçari e dhunoi për vdekje ish bashkëshorten dhe më pas vrau veten. Burime bëjnë me dije se pas një konflikti të dhunshëm, burri dyshohet se e ka dhunuar bashkëshorten dhe më pas e ka transportuar atë në urgjencë, ku ajo ka mbritur pa shenja jete. Hetimet paraprake ngrejnë dyshime se përveç dhunës fizike, viktima mund të jetë mbytur me duar. Pasi e ka lënë gruan në spital, autori është kthyer në banesë, ku më pas dyshohet se i ka dhënë fund jetës së tij. Çifti kishte 2 fëmijë dhe familjarët kanë deklaruar për policinë se ishin ndarë prej 2 muajsh, por 52 vjeçari e dhunoi për vdekje sot ish bashkëshorten dhe më pas vrau veten. Sipas të afërmve, konfliktet mes tyre nuk ishin denoncuar më parë në polici. Hetuesit dyshojnë se problemet e vazhdueshme familjare mund të kenë qenë shkaku që çojnë në këtë ngjarje të rëndë. Policia dhe prokuroria vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.